Ka një muj që jam të hec me shku dhe në Gjenevë, prej Lucerni. Një muj, kam arrit në Lozan, tash momentalisht, kam edhe i gjys ditë, më duket haj ditë me shku dhe në Gjenevë, sepse është hapur panajiri i librit, i organizuar nga shteti Zvicran dhe panajiri i librit shqiptar, i librit diasporës, i librit shqip, Liz Bookstore është në këtë panajir pjesëmarrës dhe du me shku pak me pa, me lexu, me supportu. Si kalove? Mirë, çfarë bën? Avlove? Si kalove? Për Gjenevë? Po, për Gjenevë. Edhe unë fix. Edhe tjetër shku për Gjenevë, po mirë, shumë hajde. Hajde se edhe i mujke, na s'kena mush. Se? Jo me taka. E me taka ti? Yes, unë po ecë. Okej, si kalove, avlove? Mirë, faleminderit. Çfarë do të bën Gjenevë ti? Po i ke Gjenevë se është panajiri i librit, Okej. prej datës 20 deri më 23 mars, ku jemi i vetmi stand shqiptar. Po ti je Liza? Unë jam Liza. Ku, për ty jam të ngaqën i muajna. Po, Liza, Suada dhe Trime, ata tre bashkëpunëtorët të pandar, do ta organizojnë edhe këtë vit, si vitin e kaluar, të Okej, kujtohet? po më kujtohet vitin e kaluar, më kujtohet. Qa kemi A ka pas pjesëmarrës vjet, ka pas plot më duket, Kanë bërë radhë, po vjetë kemi pas një stand shumë të vogël, Okej. e si vjetë tham, hajt pak, sa ma gjanë që të ketë sa ma shumë shqiptarë që të kemi aty, dhe sigurisht autor të shumët që kanë me marrë pjesë në panajirin frankofon në Salon du Livre të Genève, që është në Gjenevë, Okej. në Palexpo. Datat janë 20 deri më 23 mars, autorët janë të shumët, po ndërto është Agron Tufa, Elvana Zaimi, Rita Petro, është Tom Kuka, është Enver Dugolli, është Aga Poloni, është Edlira Dedja, është Argjit Kastrati, Brigitte Deda. Prit ma shfrim pak. Jetë reale është kjo. Kjo është jetë reale. Unë po heci se du me shku me marrë pjesë. Jo, i sekond tash, se me thonë drejtën ka një muj që jem të nga për ty. Okej. E kom marrë vesh me datën 20 e 23 në Gjenevë. Edhe unë e Prej Lucerni kom mujt me rrit deri në Lozan me më rri. Tash, prej Lozane dhe në Gjenevë nuk e di dhe sa i bëj. Sa shqiptarit takove rrugës? E kom taku shumë që janë të ardhë. E sa biznese shqiptare? Biznese shqiptare, tash po tregojone, sepse kom fol me disa biznese. Me disa po du me fol tash drejt për drejt. A di që du me fol? Du me ju thonë bizneseve shqiptare që më duket, vetëm ma vërtetoj ti që nëse të suportojnë, ti ja u vendos flamurin apo logën në tavolinën e panajirit, apo jo? Sigurisht. Po. Po, Okej. nësa ata më suportojnë, edhe unë i suportoj, po kjo është një kapital kulturor. Këtë do më thonë librin, du me mbërtet se nuk banë. Okej, atëherë, nëse nuk mbërshtet librin, leximin, shkollën, dijen, nuk ke bëha si gjo. Secili biznes që ka mundësi me suportu Lirije Zenelin, një vajzë e suksesshme nga Belgjika, ardhur direkt në Gjenevë në panajirin e librit organizuar nga shteti Zvicran. Të gjitha bizneset që suportojnë librin dhe Lizën konkretisht në këtë panajir, e kanë logon e vendosur në tavolinën e panajirit dhe flamurin e tyre për ta parë miliona shikues që vinë në këtë panajir. Edhe, si që thash edhe njëherë, sinqerisht se po insistojnë këtë, kemi marrë një angazhim shumë të madh, unë, Suada Sela dhe Trime, që vllohim, kemi marrë një angazhim shumë të madh me kanë i vetëm stand shqiptar, me autorë që janë shumë të njohur, nga shtëpitë botuese shumë të njohura, po që fatkeqësisht nuk e kemi për momentin një mbështetje prej shtetit shqiptar, as prej shtetit Kosovës. Këto, domethënë, është momenti ku e thrasim komunitetin shqiptar, qoftë biznesin, po vetë komunitetin si komunitet, me na mbështet me shumicë, edhe nuk është gjithmonë vetëm ana financiare, po është edhe ana ku na mbështet me promovim, ku na mbështet me ardhje në panajer, thjesht prezenca e tyre është deja. Institucionet e Kosovës dhe Shqipërisë nuk kanë mbështetje. S'kanë për momentin. S'kanë për momentin. Okej, për momentin s'kanë lek. Okej, Liz, a i tu arti, avash? Erdha dhona se do të më organizuat stand. A më falë vazhdojnë se du me hecë edhe me hekë do kile. Okej, hajde. falenderit shumë, shihimin panajir me datën 2023. Me datën 2023 dhe sa të mriju në Gjenevë në panajir. Po shkoj e uftoj me ardhë gjithë shqiptarëve të jemi të pjesë marrës, të suportojmë Lizën edhe kaq. Edhe ju biznese që keni mundësi dhe dëshirë, pa tjetër që po. Për ndryshe, tash mas kësaj, panajirit nuk do shkoj të një vend tjetër që do shikoni pas kësaj jetë reale. Një tjetër jetë reale. Liza po vjen, unë po heci.